po e shohin si duket çdo ditë më shumë që nuk do t'ja dalin qëllimit dhe kanë filluar të frustrohen e me deklaratat që po i dhënë, po dëshmohet çdo ditë më shumë se cili realisht ka qenë qëllimi i tyre. Edhe i Osmanit? Po, padyshim, deklaratat e saj të fundit, sinqerisht, nuk do t'i kishin hije asnjë kandidati për deputet, se lere më një politikanje që paraprakisht e kishte postin e presidentit. Çka është që s'po i ka hije? Ç'a po thotë që s'po i ka? Po, deklaratat e saj të pavërteta totalisht rreth bon stilit, ku e spjegoi edhe kryeministri fare qartë që përkundrazi është dokument shtetëror, i vullosur, i protokolluar, që vetë kryeministri ka kërkuar që ajo të bëhet bazë e përhershme, dhe zonja Osmani bjen në nivelet e tilla të ulta, është sinqerisht është e tepërt edhe ta komentosh. Mandej veprime tjera si ju kujtohet kur e shpërbeu kuvendin herën e parë, Dekret, po. Deklaroi se jam shumë krenare për vendimin që e morri. Pra, ajo tha, masi unë subona presidente, jam shumë krenare që peqoj venin zgjedhje. Kur e pa se nuk po pritet mirë një deklaratë e tillë, atëherë ndroi qasjen dhe kur nuk arritëm zgjidhje në herën e dytë, tha se po ndihem e pikëlluar. Pra, deklaratat tilla me ndru fjalë brenda një muji në ekstrem, prej një ekstremit në ekstremin tjetër, sinqerisht vetëm e shpërfaqin sinqeritetin e saj. Dhe për këtë jam i bindur se edhe qytetarët do ta gjykojnë me votë. Osmani